O, përshëndetje njerëz, kimi sot, që ka me bo, ka me shku prej shpis, ka me shku të deti atje, kom ju tregu se qëfar gjendje është për momentin gjendja e detit. Sot, për momentin është -14, -21, do me thënë po ndjehet, do me thënë është maftof se si po duket është të fry, edhe kimi sot po do me shku mi ju tregu juve, se qëfar gjendje jemi ne këtu në Finland. Pa u teru, du me shku mi ju tregu. A me ta lera, ma se qelit derën kërkujna, okej? Njerës, kështu jom vesh, se është shumë te për ftoft. Normal, duna mi vesh edhe ato pantolla që janë ashtu për skijim, edhe matrasha nuk hin ftofti, po nej se s'ka lidhje. I kom qështu qizmet, ta ban për dimër, edhe ecim. Duna me prej qoqen, ka marrë me marrë. Ja, pra gjendja është kështu. E shihni, ju pëlqen? Këtu është në ku banaj. Njerës të përftofta o të fry, nuk e di, zdi qysh mi u kallëzu, se qysh pendje e unë e këtë ftoftin këtu. Gati është mu terru, ora është diku 4:30 me orën e Finlandës, te ju është 3:30 me siguri. Pe qes shtu, ma sigur që kur ta qes shallin, nuk e di, inshallah besoj që jam të niq aty, po, izolohem mirë, fort, se mundemi muftof. Si pe qes që të shall qështu, si pja boj pak pelqe frymën prej humve, po më avullohen syzet. Hajdo i shoqe, kuna mete. Kushtë të ma shumë se unë. Kërku shtype, veç unë. Këdi, a jeni të e një frymën, se e kom shti mikrofonin këtu mrena, nuk besoj që ju pengon juve fryma, veç ku me të mëre kjo, që kjo shallë o kam pengon. O të më pengon që kjo shallë. O të mi avollu halogenkat. Okej. Ta pras që t'jen rrugë, që t'je ku peshini. Ju atje përbot -2, 3, 4, 5, hajde në herë përbot 10. Okej, -10 përbot ftoftë në Kosovë, veç si këtu, s'është, është e pa mundur. Nuk është safti njëjtë. Këtu o tepër. Zdi di qysh unë këtë ftoftin këtu, e ndjej anasht. Vite sa hutat. Vitu. Dullën qenë të shorit. Hajdo, i bukuroshe. Ku me të marrë kjo qika? I thash mos të bëhet tërë. Ja pra, shtu duket. Që ky kërë është një shqiptari, kosovari, që gjithë e zënë venin, që aty mira zënë qysh, që aty di qysh. Kur të bëhet puna, me parku në kjerin tem, në faka që s'është tash, kjerin e kam të mjeshtri, që një javë ma tepër, s'kam nevoj për parking, gjithë që ky parking qëtu është në zonën, di qysh, më shkon nerva. Shumë aheri. Ku po shkon marrë kjo? O, Allah. Unë këtu tu e prita ja atje shkon. Më shti me hec hala, ekstra, double. Kushtë do ma shumë se unë, mu kanë te kjo kongën tru, nuk e di qa me thënë ty. Nuk e di kam ka që kjo energji, se para disa dite, jo më kanë, po s'di, ma mirë mos t'ju kallëzoj se
Zdi tyve. Hajde shkelëm. Evet. Kjetu më ro kamera. Së në ratu, bre. Kjo bosja këtu nuk ka marrë dorza me veti. I thash, ki më ngri, s'ki me ndi sen. Për fat keq kjo qika këtu nuk po më kupton se që e më të fol, kjo është turqenike. Kështu unë tash këtu po dukem si me fol vet me veti. T'ju tregoj pak rrugën, se si po duket. Gati është më të rruën njerës. Inshallah derisa të shkojmë atje nuk të rrohet. Kështu që keni më mujt me po diçka interesante që s'keni po ndonjëherë prej Kimi. Nuk e di, nuk s'm ka ra me po ndonjë video kështu të tillë prej ndonjë youtuberi shqiptar këtu në Skandinavi për shembull që e ka bo. Ndoket unë jo me para. Hajde ta shohim se si do të del. Sa mirë me pas një shoferë. Pa ka thënë rroj. A besoni, për para u tutësha me hec në për deti kështu në akull, do me thënë që u ka ngri. Se mendojshë se muj mu sharu, adin, mu qa akulli edhe me ra, unë aty mu mërdhi, adin, kom thënë gjithmonë, s'kam nevoj, s'du me provu. Po njëherë, me shoqet tjetër, adin, e ma boni tha, po hajde mu i hec edhe ti me ne që sa njeri po hec këtu në akull, tha ti po tutësh. Kur s'po bim na, as ti s'bish. Okej, thash, hajt. Veç që këmë thonë, mos malqoni dorën. Se tuta. Tani, kena hec kështu si pinguini, adin. Edhe, prej aty, tani mo, unë nuk tutem. Normal, heci. Po, ka një kohë gjatë që s'kom hec. Dhe me thonë, në për uj, dimrit. Se kështu verës, kuptohet, nuk mund është me hecë, se është uj i laksht. Kështu është i ngrim. Unë kësaj shoqës, pi thëm, a ki me hecë edhe ti me mu në për uj? Tha, jo, unë tutem, unë frigohem. A jeni gati me po? Që sa bukur doket. Këtu normal njerëzit verës vinë në plazh edhe rreziten kështu. E shihni, krejt është e ngrirë. Bak şuradan yürüyor insanlar, geleceksin mi? Ha? Edhe kjo të ardhë. E ka po zemrën kompir. Dur që qapka më është e dizet ti. Njerës. Hajdeni. Prej qëtu është, do me thonë, uj. Që? Do me thonë, kjo këtu s'ko ka ngrija, që ka ndodhë kështu nuk e di. E tash, këtu është e thellë. O zot, inshallah s'po na lëshon. A besoni hiç nuk o ftoft. Hiç që jam të nërë. Ana, bak. Qërësa është e ngrime, aha. E një të po. Bajagi është e ngrim. Nashta është një 20 cm e ngrime kështu. Pasha zotin, prap se prap po tutna. Oreja gitme. Korkuyor mu oraya kadar? Emin misin? Hadi gel. Pasha zotin të tutjom të hec. Nuk e di. Në herë po tutna, në herë s'po tutna.
O njerës, shumë djenje mirë me hecë për mi det. Para mendo me sharu, më fundos që tu në. Qëtu, ku jeni tu e po, njerëzit janë të hi në prej saunës në ujë. Do me thonë njerës që shtu tash kjo gruja një gru ka ardhë këtu për me hi që të nujve mdokët. Hajde shkoj me këqyrim ma ofër. Qështu vë duket? Para mendo unë që tash me hi që të nuj edhe mu la. Direkt kështu bona. Gruja që atje që jeni dhe po pas meje është të zhvesh edhe ka me hi që të nuj. Nuk e di qysh nuk o të nërth. Unë që tash për momentin jam duke bërë prej mranqme brrrr. Sok mu. Tani prej këtu kena me shku që atje me pi kafe. Qërmani marrë një sy e avullosën, sy një tjetër. Kuku shka bona. Qe. Sigur se ju thash, o të hi. O të hi edhe u fundos. Valla ka hi, për zotën ka hi. Shana, ne diyon bu duruma? Girer miydin sen? Hayır tabii ki. Oo. A din veç që të najtë si pordan klina për zotën. Soto janë i hiq. Që e dull. Nuk mujti me duruma tepër. 2 minuta. I ki dak kamën e, durdu. Ja e sheni? Wow, edhe o të fry, besoni që minus 14 telefoni po të regon veç pendjem si më kanë minus 22 se ju të regova dhe ma herët, do me thonë sa grad është, minus sa është. Ku dur të okull i kam, duket bukur. Veç mos u mashtroni me këtë pamje, se për jetes nuk o tyve, pa shët zotin. Vallahi nuk o. Vend depresiv. Vend zdi. Nuk janë socializum, veç po jetojnë që ashtu, nuk e di. Ka njerës që po hecin si janë të jani, as nuk po tutën bile. Prej këtu dhe atje shkojnë, si o ha pala, do me thonë. U botar. O unë e marova me qëto syze. U pasha zotin gishtat se më tojni. U pasha zotin shumë tafte. E qëta dorën qëto. Shkojmë t'hypim në kërë se së është kjo dimër për ne. Kena me marrë ndo një ftofja në isen. Kështu që shkojmë t'apim kaj kafe që aty. Ku është restorane. Në fakt edhe qëtu është një kafe, po e kanë mshel. Nuk e di unë se pse e mbyllin, po s'kan faj se s'ka njerës.
Nuk janë krejt budallë sikur na. Me ardhen mramje më mardhi. Ma në fund, erdhe më në kërë. Oh my god. Jemi në dherin dondum. Bunella? Si akar? Baksana gözlüğüm ne hale geldi. Çek var burada. Çuvar gjendje kanë ardhur syzet e mia që tu hek avullimi i gjyzllykave, allogenkave. Asa rushat nuk peten këtu. E kimi jetën. Neyse, në të hiqet pak që kjo avullim. Që. E ti fry pak se për një mëjka që njështë, që zbesoni që kemi hes në përdet. Navigacion këtu është deti edhe këtu jemi ne. Në më thënë krejt që tu kena hec. Nëse do edhe ti më ardhë me hec, hajde për një javë mjafton. Ma tepër kisha preferu dimrit. Verës, vera është e mirë. 3 muj, 4 muj. Ndonjëherë bje shi të kalb. Po ndonjëherë është edhe koha e mirë me dielli, është nxehtë. Unë shpesh shkoj rrezitna. Marrë ngjyrën bronze shumë bukur. Do me thënë kur shkoj para se me shku në Kosovë, marrë ngjyrë tepër fort. Edhe kur shkoj në Kosovë ma bëjnë veç, ku je kon mëj? Qysh mëj? Pikojt mëj, në Finlanda. Po normal që apo mendon ti. Na kemi deti këtu, deti pa krip. Po njerëzit lanë, edhe unë e lana nejherë, adin ku është në ndonjë vend i postër. Edhe këtu qysh duket që jemi të shku me pi kafe, që të shtëpia shumë janë të mira. Po zvin gjo se është shumë ftoftë. Dimri qa me bo këtu, veç një verë 3 muj edhe zvin gjo se në këtë shtëpia këtu. Qtrajde janë zeher. Zeher. Bukur është. Po bajatizëm, vend depresiv. Këtu shumë njeri veç pin, e kalon dimrin që ashtu edhe sen tjetër s'ki pi ati njeri. Qëtu i kemi këto anije që i parkojnë. Do me thonë në deti nuk mujnë me najtë këto anije, sepse është e ngrirë, sikur se qyshe pot, e na qëtu kena me shku me pi kafe. Zakonisht qëtu vim, pim kafe. Qështu e shijojmë këtu, se s'ka tjetër që kam bëjmë. Kushtet ta ma shumë se unë. Është këtu një shqiptar që punon. Është tepër e mirë, kështu më herët se kom njoft, po tani u prezentu vetë ati a e kimi, ma boni thatë kom po disa herë në TikTok e në YouTube. Dhe jeni shumë të mirë. Është kjo qështu duket, edhe këtu mrena kërkush so kaja nanën. është një 2 veta, era zdi era që ka të ardhë. Moj? Yhden cappuccino, kiitos. Kauramaidolla ja mukaan. Juu. Ucuzladı mı kahve? Sanki. Olabilir. Ne kadar ödedik ki bir yemeğine? En son ne kadar ödedik? 4,5 mu ne öyle bir şey. Ha evet. Belki Değil mi? ya da biz kafe latte mi aldık bugün? O da olabilir ha. Olabilir. Jemi duke I prit kafet e pitëm, o kënaqem. Edhe
shpresoj që ju ka pëlqyer kjo video. Mos harroni me bo like, comment, subscribe. Bani, tani kena më shku me një vend tjetër, tani prej aty në shtëpi. Shihemi në videot të radhës. Edhe mundeni me më shkru në koment çfarë video me bo në të ardhmen. Faleminderit.